Po mungesa e institucioneve ka të bëjë prioriteti nga politika e vjetër, po besimi ka të bëjë çështja e emigrimit, këto gjëra të shumë. Nëse do kishte figura më të reja në politikë, do ishin më të angazhuar? Po, besoj se po. Nuk angazhohen në politikë, humbje e besimit. Dhe çështjen e besimit të shkollës ose më shumë të punës kërkojnë jashtë. Kjo janë politikat e gabura ata që drejtojnë. Sepse s'kan besim politika shqiptare. S'kan asnjë lloj besimi. Janë të rinj në fakt, por kanë mentalitetin e vjetër, kanë politikën e vjetër, edhe nuk administrojnë dot problemin. Jemi në prag të zgjedhjeve të 9 nëntorit. Pse mendoni të rinjt? Pse angazhohen gjithmonë më pak në politikë? Unë duaj që të mos vjen fare, në asnjë krah. Kjo është opinioni im. Të mos votojnë fare në asnjë krah. Këta njësoj janë. Kusar, vrasës, i kanë të gjitha. Çfarë të dëgjosh më? Të rinjt bëjnë mirë që nuk angazhohen? Jemi bërë të frikshëm. Të frikshëm. Çfarë të dëgjosh më këtë? Pa rrugën apo pa aeroportin e Vlorës? Apo për gjyqtarët? Apo për avokatët? Është një fatkeqësi kombëtare njëherë. Braktisja e vendit nga të rinjt dhe largimi i tyre është, dhe kjo ka një shkak. Ne jetojmë në një vend të pasigurt dhe pa perspektivë. Dhe jeta e njeriu jepet një herë dhe ai do ta jetojë, ta shfrytëzojë. Kështu që nga kjo anë, unë nuk i dënoj dhe nuk them që janë të kështu e janë të liqe, nuk dinë se duan Shqipërinë. Ata duan Shqipërinë, po duan dhe vetë e tyre, prandaj largohen. Kjo është, mendoj, problemi kryesor. Shqipëria është një vend kaotik, zhvillohet në mënyrë kaotike. Këtu po humbet shpresa gadal dhe ardhmja nuk është sigurt. Ky është mendimi. Faleminderit. Nuk u intereson. Nuk janë edukuar që të tjena dhe dashës të jenë njerëz social, që që nuk janë... Mendoni se nuk kanë besim, janë të zhgënjur? Jo. Nuk e kanë mendjen fare aty, e kanë mendjen sa për të marruar shkollën këtu ndoshta, edhe për të ikur gjikundi. Nuk e kanë aty. Pse vjen kjo ikja e të rinjve? Po ka shumë arsye. Në tërë botën ka lëvizje ikin, vinë, shkojnë. Është edhe politika një nga arsyet? Është. Sigurisht që është politika. Se po të ketë vende pune, po të ketë mirëqenie, nuk kam se ikin.